ditën botërore të poezisë, fjala merr shpirt dhe ndjenja bëhet art. Në këtë ditë që i kushtohet bukurisë së vargut dhe fuqisë së mendimit, kemi kënaqësinë të sjellim për ju zërin e një prej poeteve që e jeton dhe e përcjell poezinë me ndjeshmëri të veçantë, poetja Elmira Rama. Sipas saj, poezia është një nga format më të pastra të komunikimit njerëzor, sepse ajo lind nga shpirti dhe prek shpirtin. Në kuadër të ditës botërore të poezisë, poetesha Elmira Rama flet për rrugtimin e saj krijues, për frymëzimin dhe rolin që poezia luan sot në një shoqëri gjithnjë e më të zhurmshme. Çfarë kuptimi ka për ju dita botërore e poezisë? Është thjesht simbolike apo një moment reflektimi për rolin e poezisë në shoqëri? Padyshim që më shumë se sa simbolike, është një moment reflektimi dhe ndërgjegjësimi mbi rolin e poezisë në shoqëri. Ka shumë që mendojnë se poezia është e padobishme, por poezia nuk është as e dëmshme. Ajo nuk e ka forcën që të ndikojë drejt për drejt në ndryshimin e shoqërisë, por ama ndikon në evidentimin e pikave të dobta, e shtyllave të dobta që rrezikojnë atë dhe fton për të reflektuar dhe për të ndërgjegjësuar. Pra, më shumë se sa simbolik, është një kujtesë për të ndalur dhe për të vlerësuar rolin e pazëvendësueshëm, do të thoja, të poezisë në shoqëri. Sipas jush, apo humbet poezia vendin që ka pasur dikur, apo po transformohet në forma të reja në kohët moderne? Për mua do ishte e gabuar nëse do të thuaj se poezia po humbet vendin e saj të dikurshëm, pavarësisht trysnisë që ushtrojnë format e reja të modernizimit. Sa e rëndësishme është për ju një ditë si kjo? A shërben kjo për të ofruar më shumë të rinjt me letërsinë dhe sidomos me poezinë, apo nuk ndikon? Është shumë e rëndësishme dhe ka ndikim të konsiderueshëm. Në ditët ndërkombëtare të poezisë promovohen poetë të rinj, zhvillohen mjaft aktivitete, të cilat kryesisht të rinjve ju tregojnë se poezia nuk është vetëm ajo çka mund të mësojnë në librat shkollor, por ajo mund të ndikojë edhe në formimin e tyre dhe në ndryshimin e jetës së shoqërisë. Dhe në ditën ndërkombëtare të poezisë, nëse arrihet që ky mesazh të prek qoftë edhe një lexues të vetëm, qoftë edhe një krijues të ri të vetëm, e ka realizuar misionin e saj. Pasi edhe me një lexues, edhe me një krijues, sigurohet vazhdimësia e poezisë. Në një botë të dominuar kryesisht nga rrjetet sociale dhe komunikimi i shpejtë, a ka ende hapësirë për poezinë e thellë dhe reflektuese? Patjetër që po. Në fakt, poezia duket sikur është si një kundër rrym, por gjen hapësirë. Vetë poezia të bën të ndalesh, të kërkosh ta kuptosh, të kërkosh të marrësh mesazhin që poezia kërkon të përcjell. Në të vërtetë në rrjetet sociale favorizohen përmbajtje të shkurtra, por gjithsesi poezia reflektuese gjen forma të reja nëpërmjet edhe videove poetike, edhe vargjeve të shkurtra. Ajo e gjen vetë lexuesin e saj të interesuar për poezi të tilla. Ju jeni vlerësuar me çmime dhe keni promovuar krimtarinë tuaj edhe jashtë vendit. Si dhe sa ka ndikuar kjo rrugë në mënyrën se si e shihni poezinë dhe misionin e saj? Patjetër që ka ndikuar në mënyrë të konsiderueshme. Vlerësimet kanë qenë inkurajim, takimet me poetë të ndryshëm, me kultura të ndryshme, më kanë ndihmuar që unë ta shikoj poezinë si një gjuhë universale në botën shpirtërore njerëzore. Pavarësisht dallimeve kulturore dhe gjuhëve që kemi folur, emocionet mbeten të njëjta dhe poezia është forma më e pastër dhe më e sinqertë e të shprehurit njeriut. Poezia nuk është vetëm një lloj çlirimi individual,
por është një mision nëpërmjet mesazheve që ajo përcjell, nëpërmjet dialogut që krijon në mes njerëzish. Çfarë mesazhi do doni të përsillni ti Krisht sot në ditën botërore të letërsisë për lexuesit dhe dashamirësit e poezisë? Qëndroni pranë poezisë, ajo na mëson që të jetojmë poetikisht dhe të ruajmë pastërtinë e shpirtit. Poezia kërkon vetëm pak vëmendje dhe zemër të hapur. Faleminderit, suksese. Më lejoni të falenderoj televizionin Apollon për vëmendjen, për hapësirën dhe për rëndësinë që i jep rolit të poezisë në shoqërinë tonë bashkëore. Faleminderit. Vetja Elmira Rama, fituese e disa çmimeve dhe promovuese e krijimtarisë poetike në disa shtete, thekson se në një botë që vrapon me ritme të shpejta, poezia mbetet një ndalesë e qetë për shpirtin, ku fjala e bukur nuk humbet kurrë, por jeton, frymëzon dhe bashkon.